të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki! Hej mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Le ta shikojmë. Oh, Pluto, ti do të marrësh bashkë me mua, që kështu të kemi një paratë të vogël. Mini pas ka probleme me paradën e saj. Mendoj se koha e ushtrimeve mund ta ndihmoj atë. Ani me mua. Le të shkojmë. Ç'kemi Miki? Do të doja shumë të kisha një paratë, por Pluto ndaloi se marshuari bashkë me mua. E po unë e di se çfarë ushtrimesh mund të na ndihmojnë të gjithëve. Ajo quhet ndiq Miushin. Ngrihuni që të gjithë. Gati? Në rregull. Ndiq Miushin. Hey, ai jam unë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq marshimin bashkë me mua, fëmijë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Tani marsho mbrapa me shumë kujdes. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq Miushin dhe ndalo me mua. Tani është radha jote ta bësh Miushin. Oh, në rregull Miki. Ani, le ta ndjekim së bashku Miushin. Ndiq Miushin. Hej, ai jam unë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq marshimin bashkë me mua, fëmijë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Tani marsho mbrapa me shumë kujdes. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq Miushin dhe ndalo me mua. Në rregull Pluto, tani është rradha jote. Ani të gjithë, bashkoni me mua dhe ndiqni Pluton. Ndiq qenin. Marsho përpara. Marsho përpara. Ndiq marshimin bashkë me mua, fëmijë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq qenin dhe ndalo me mua. Faleminderit për ushtrimet e tua, Miki. Tani të gjithë mund të marrëshën në paradën time të vogël. Ju falenderoj dhe ju gjithashtu. Ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Ani të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki! Ç'kemi mjet? Kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Le të shohim. Figaro? Oh, Figaro? Oh, sot, ku je vall? Mini po kërkon për macën e saj. Ndoshta koha e ushtrimeve mund ta ndihmojë atë me shumë gjasa. Ani! Le të shkojmë. Ç'kemi Mini? Ç'kemi Miki? Kam kërkuar kudo për Figaron, por nuk po e gjej dot atë. Po, e gjitha se çfarë mund të bësh është të mendosh si një mace. Kështu mund të kuptosh se ku ka shkuar Figaro. Dhe unë di një ushtrim të mirë që mund të të ndihmoj. Ne do të bëjmë si mace. Ani pra të gjithë. Shpresoj të jetë këtej afër. Në rregull? Mirë atëherë. Si fillim, të vëm duart dhe gjunjët në tokë. Tani bëj sikur je një mace dhe ngrije pak shpinën më lart, më lart, më lart. Në rregull. Tani fillo të ecësh si një mace. Lëviz, lëviz, lëviz. Lëviz si një mace. Është gjithmonë argëtuese të bësh diçka të tillë. Lëvizi si një mace. Në rregull Miki. Tani shiko për rreth. Dhe bëj një tingull si një mace dhe miau. Miau. Edhe një herë tjetër. Lëviz, lëviz, lëviz. Lëviz si një mace.
gjithmonë argëuese të bësh diçka të tillë. Vazhdo të lëvizësh. Në rregull. Tani shiko për rreth. Dhe bëj një tingull si një mace dhe miau. Apo mendon si një mace? Sigurisht që po. Dhe unë e di se çfarë mendon Figaro zakonisht që të bëj. Tjetër, ai pëlqen në një vend të rrezikshëm e të ngrohtë për të fitur. Kështu mund ta gjejmë Figaron. Eja, më ndiq mua. Unë jam një mace ku gjen krevate dhe një vend ku të flet për kokën time gjumashe. Duke kërkuar sa ndej këtej. Duke kërkuar për diçka sa më të butë. Ha! Si divani! Oh, Figaro të gjeta më në fund. Miki, faleminderit që më ndihmove të gjej Figaron me kohën e ushtrimeve, ose duhet të them me mjau ushtrime. Dhe faleminderit dhe ju gjithashtu. Ne, ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskultur. Është koha e ushtrimeve me mua. Shiko këtë, Miki. Haha, përpjekje e bukur, Gufi. Hey Miki. Hey mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Le të shohim. Oh, duket që Pluto është i mërzitur. Topi i tij preferuar pas ka ngecur lart në pemë. Ndoshta pak nga koha e ushtrimeve mund ta ndihmoj Pluton. Ani. Le të shkojmë. Mos u shqetëso, Pluto. Do të ndihmojmë ta marrësh pësëri topin të mbrapshta për të qenë si bukë me djath. Nuk më do mende që do t'jetë si bukë me djath, Gufi. Shiko gjithë ato gjëra në rrugë. Fatmirësisht, unë di një ushtrim i ushësh që mund të arrim topin atje lart. Ajo që duhet të bëjmë është të kërcejmë. Të zvarritemi dhe të kërcejmë më lart. Keni hapësirë në dhomat tuaja? Mrekulli! Si fillim, le të kërcejmë si për kubave. Kërce! Tani dalo. Tani le të zvarritemi tek çadra. Në rregull. Duke bërë sikur je i vogël. Dhe zvarritu. Le të hidhemi sa më lart. Hidhe sa më lart deri në qiell. Vazhdo përpara. Kërce! Tani dalo. Duke bërë si ku je i vogël dhe zvarritu. Hidhu sa më lart deri në qiell. Edhe një herë tjetër. Kërce! Tani dalo. Duke bërë sikur je i vogël. Dhe zvarritu. Tani për të marrur topin, du të rodh sa më lart deri në qiell. Kështu të lumë, Pluto. Ja dole mban. Keni pra ushtime të përkryer për Miushin që të gjithë që dhe jo hedhjet i zvarritjet e kërcimin, ti boj Pluton që të merrte përsëri topin e tij të preferuar që ka. Ne, ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim.
Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskultur. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki, Hej mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? le të shohim. Unë nuk mundem të kap fluzgat. Mendoj se Gufi ka nevojë për ca ushtrime të shëndetshme. Hej Ani. Le të shkojmë. Hej Gufi, mos ke ndonjë problem me fluzkat? Dua të luaj plasje e fluzkave, por nuk mund të hidhem dot më lart që të plas sikur vetëm një. Por unë di një ushtrim të mirë që mund të ndihmoj, quhet hedhje të Gufit. Si fillim, hidhu dhe luaj duart nga të dyja anët. Pastaj, uli krahët poshtë dhe hidhi të dyja këmbët lart. Në këtë mënyrë. E janë të gjithë, le t'i tregojmë Gufit si të mësoj hedhjen e Gufit. Shpresoj të keni vend në dhomat tuaja. Tani hidhuni lart që të gjithë, sa më lart të mundeni. Vazhdoni të hidheni lart sepse po bëni punë shumë të mirë. Hedhjet e Gufit janë argëtuese, ju mund ta bëni këtë çdo ditë. Vazhdoni me hedhjen, duke u hedhur dhe do t'jeni shumë mirë. Hidhu sa më lart. Hidhu. Tani le të plasim fluzkat ndërkohë që bëjmë hedhjen e Gufit. Kur plas fluzkat, unë qesh. He ha ha hu. Hedhjet e Gufit janë argëtuese shumë. Ha, plasi fort, pop. Tani ndalo. A je gati të bësh hedhjet e Gufit dhe të plasësh disa fluzka lart? E po, mendoj se po. Le ti bashkohemi që të gjithë Gufit. Ja ku po fillojmë. Tani hidhuni lart që të gjithë, sa më lart të mundeni. Vazhdoni të hidheni lart sepse po bëni punë shumë të mirë. Hedhjet e Gufit janë argëtuese dhe duhet ta bëni këtë çdo ditë. Vazhdoni me hedhjen, duke u hedhur dhe do të jeni shumë mirë. Hidhu sa më lart. Hidhu. Tani do të përpiqem që të plas disa fluzka, edhe ti bëje një provë gjithashtu. Kur plas fluzkat unë qesh he Hedhjet e Gufit janë shumë argëtuese. Hidhu, plasi fluzkat, pop. Plasi fluzkat, pop. Tani ndalo. Unë I plasa fluzkat e mia, janë dolën ban. Faleminderit Miki, faleminderit edhe ju që keni bërë hedhjet e Gufit. Ne, ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Të gjithë, është koha për një ushimiki, koha ushtrimeve. E janë miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskultur. Është koha e ushtrimeve me mua. Më prit dhe mua, Miki. Ups. Hej Miki. Pra, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot, mjet? Le të shohim. Duket që Donaldi ka nevojë për ndihmën tonë. Atij duhet koha e ushtrimeve. E ani? Le të shkojmë. Ajunsë për përpishëm të bëjën është të arrojës dhe të afusë të brega. Mos është që të sot, Donald, ne mund të ndihmojmë me kohën e ushtrimeve. E janë të gjithë, ne do të bëjmë disa ushtrime duke lëvizur krahët tona si hunda e një elefanti. Si një elefant? Pikërisht ashtu. Pra, le të ngrem krahët dhe t'ja tregojmë Donaldit. Tani shpresoj që të keni hapësirë të mjaftueshme për kohën e ushtrimeve. Jeni gati? Bëni sikur e keni hundën e elefantit. Tani vendosni duar përpara jush dhe Lëkundi. Hundën tënde të elefantit. Lëkundi. Bëni lëvizje me shënjestër. Edhe një herë tjetër. Lëkundi. Hundën tënde të elefantit. Lëkundi. Bëni lëvizje me shënjestër.
Tani, bëni si ku jeni në klub golfi dhe luani kështu. Mund të bëj kështu. Lëkunde, shkopi të ndë këtë mënyrë. Lëkunde, le të bëjmë atë që do të the. Tani ndalosë lëkundëri. Kjo ishte lëkundë. Janë pra shikues, le të lëkundemi bashkë me Donaldi në klub. Lëkunde. Edhe ju ja dolin gjithashtu. Faleminderit Gofi, faleminderit edhe ju gjithashtu. Ne ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Të gjithë, është koha për një ushimiki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskultur. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki. Hej mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Le të shohim. Clarabella ka nevojë për përmirësim në hedhjen e kekut dhe unë e di që ka një ushtrim kohor që mund ta ndihmoj atë. Le të shkojmë. Ç'kemi Clarabella? Miki, kam qenë duke hedhur kekët e vegjël gjatë gjithë mëngjesit sot, por nuk kam sigur një shënjestër të vetme. Por unë di një ushtrim që mund të përmirësoj hedhjen e kekëve të të vegjël që ke aty. Një hedhje Bing Bang, goxhar gëtuese. Rri pikërisht aty, zonja vogël. Zonja të parat, ti duhet të shkosh të hedhësh Big Bangun në çdo vrim, ku më pas tek të treja do të fitosh nga një çmim. Kështu do të mësojmë në kohën e ushtrimeve. Ani të gjithë, le t'i tregojmë Clarabellës se si të hedhi topin e Big Bangut brenda vrimave. Mbaje Big Bangun në dorë sikur të jetë sapun. Shiko atë qese se ku mund të shkoj. Lëkunde krahun për të ngrohur pak. Bëu gati, pozicionohu. Lëre të shkoj. Le ta provojmë përsëri. Dhe këtë herë ushtrohu bashkë me ne, Clarabella. Mbaje Bing Bangun në dorë sikur të jetë sapun. Shiko atë qese se ku mund të shkoj. Lëkunde krahun për të ngrohur. Bëu gati, pozicionohu. Lëre të shkoj. Bukur, funksionoi. Mbaje Bing Bangun në dorë sikur të jetë sapun. Shiko atë qese se ku mund të shkoj. Lëkunde krahun për të ngrohur. Bëu gati, pozicionohu. Lëre të shkoj. Kjo ishte hedhje për kryer që sapo bëre Clarabell. Tani duhet të provoj që të hedhësh kekët tek qendra e mus. Po dëshiroj që po. Bëhu gati, pozicionohu. Lëre të shkoj. E përsosur. Unë ja dola. Bukur, shumë hedhje bukur e kekëve, Clarabell. Faleminderit Miki, dhe faleminderit dhe ju gjithashtu. Ne ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Të gjithë, është koha për një ushimiki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskultur. Është koha e ushtrimeve me mua.
Mos më harro dhe mua! Unë jam mirë! Hej Miki, Ç'kemi mjet? Kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? le të shohim. Sot. Mini nuk duket shumë e lumtur. Le të shohim se çfarë ushtrimesh mund ta ndihmojnë atë. Ani? Le të shkojmë. Ç'kemi Mini? Kemi Dima. Isha gati që të luaja jashtë sot, por me sa duket do filloj shi. Unë mendoj që koha e ushtrimeve mund të na ndihmojë së do pak. Dhe unë di një ushtrim të mirë që është e përsosur që të bëhet brenda shtëpisë. Unë e quaj Miki i thot. Kur unë të filloj fjalin me Miki thot, ju do të bëni çfarë do lloj gjoje që unë do t'ju them. Nëse për shembull them Miki thot, kërce, ju do kërceni. Por nëse unë them vetëm kërce, mos kërceni. E jeni që të gjithë, le të shohim se çfarë do të thotë Miki më pas. Shpresoj që të keni një dhonë të përshtatshme për këtë lojë. Çoni në këmbë. Gati? Miki thot, qohu dhe kërce. Miki thot, në rregull tani ndalo. Miki thot, përkulu dhe prek gishtat e këmbëve. Miki thot, le ta bëjmë sërish këtë. Ja ku po shkojmë. Miki thot, përkulu dhe prek gishtat e këmbëve. Tani kërce lart dhe prek hundën tënde. Ups! Me o dhe bukur, Miki. Ti nuk the, Miki thot, kërcej lart dhe prek hundën tënde. Le ta provojmë përsëri. Miki thot, qohuni dhe kërce lart. Miki thot, në rregull tani ndalo. Miki thot, përkulu dhe prek gishtat e këmbëve. Miki thot, tani kërce lart dhe prek hundën tënde. Tani në mund të kërcejmë dhe të prekim hundën tënë. Miki thot, qohi krahët sa më lart. Miki thot, përshëndet me dorë dhe thuaj mirupafshim. Mirupafshim! Koha e ustrimeve dhe kjo lojë është goxhar këtuese. Faleminderit Dima. Faleminderit dhe ju gjithashtu. Ne ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Ani të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngrihuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni, do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki, Kemi mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? pa të shohim. Goofy, ngri duart lart. Me sa duket Goofy ti nevojitet koha ushtrimeve që të luajë futboll. Le të shkojmë. O, zot, më pëlqen të luaj futboll, por atletet e mia nuk janë duke bërë atë që duhet të bërë në të vërtet. Po koha ushtrimeve mund të të ndihmoj ty. Unë e di një ushtrim që mund ta bëjmë. Si fillim shko në këtë anë, pastaj lëviz në këtë anë. Pastaj hidhë një hapara, nëse mundesh, pastaj tundu, por jo shumë shpejt. Shiko me kokën drejt dhe godit. O, zot, kjo duket argëtuese. E janë të dashur miq, le të ushtrojmë së bashku me Goofyn. Shumë mirë. Si fillim shko në këtë anë, pastaj lëviz në këtë anë. Pastaj hidhë një hapara, nëse mundesh, pastaj tundu. Por jo shumë shpejt. Shiko me kokën drejt dhe godit. Tani Goofy me që u bëre pjesë e kohës së ushtrimeve përse nuk e provon sërish futbollin. Bukur fare. Si fillim shiko në këtë anë, pastaj lëviz në këtë anë, pastaj hidhu një hap para nëse mundesh. Tundu. Por jo shumë shpejt.
Shiko me kokën drejt dhe godit. Wow, unë tola. Le ta bëjmë edhe një herë tjetër. Si fillim shko në këtë anë, pastaj lëviz në këtë anë, pastaj hidhe unë një hap para nëse mundesh, dhe pastaj tundu. Por jo shumë shpejt. Shiko me kokën drejt dhe godit. Wow! Ja dola përsëri. Më bëhet qifi që koha ushtrimeve të bëri që të luaje sërish futboll, Gufi. Faleminderit shumë, Miki. Faleminderit, Mini. Dhe faleminderit edhe juve gjithashtu. Ne ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua sot. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Ani të gjithë, është koha për një ushimiki koha e ushtrimeve. Ani miq, ngrihuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni, do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fizkulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki. Hej mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Le të shohim. Le të shojmë vëzhën, u smushë bëzët. Duket që Donaldi ka probleme që të hip lart e kali për të vazhduar. Do t'i sugjeroje se ka nevojë për pak ushtrime ai. Ani. Le të shkojmë. Si po ja kalon Donald, duket që ti ke vështirësi që të hipësh sipër kalit. Si ju kam, Çuna? Unë ti një ushtrim të mirë për ty, Donald. Loja e hipjes militar. Ani të gjithë, le t'i tregojmë Donaldin se sa lart mund të hidhet me litar. Të siguroheni që të keni vënë në dhumat tuaja për këtë ushtrim. Jeni gati që të luani me mua? Wahoo! Merë shokën që të hedh litarin. Të bashkoheni me ne? Mos thua jo. Hidhë sa më lart të mundesh. Hidhë sa më lart. Ti do të bëhesh një hedhës i mirë, pasi të kesh mbaruar mirë. Numëro hedhjet e tua. 1, 2, 3, 4. Vazhdo me numërimin dhe bëj sa të tjera ashtu. 5, 6, 7, 8. Ti mund të hidhesh. Është e mundur të hidhesh sipër litarit. Juhu! Në rregull, Donald, është rada jote të hidhesh në litar. Hidhë sa më lart të mundesh. Hidhë sa më lart. Ti do të bëhesh një hedhës i mirë, pasi të kesh mbaruar mirë. Numëro hedhjet e tua. 1, 2, 3, 4. Vazhdo me numërimin dhe bëj sa të tjera. 5, 6, 7, 8. Është e mundur të hidhesh sipër litarit. Donald, përse nuk e provon të hipësh lart tek ai kali prej kaste? Kënaqësi që të ndihmova, shoku. Gjithë ajo lojë me litar të ndihmoj që të fluturosh me të vërtetë shumë lart. Faleminderit që të dy. Dhe faleminderit edhe ju gjithashtu miqtë të vëzhgës. Ne ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua sot. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Ani të gjithë, është koha për një ushimiki koha e ushtrimeve. Ani miq, ngrihuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni, do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fizkulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Bën ti më pak, Miki. Ja. Hej Miki. Hej mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Pa të shohim.
Ati duhet ndihma jon. Ai ka nevojë për kohën e ushtrimeve, po ashtu? E ani. Le të shkojmë. O, zot, çfarë problemi ke pit? Isha duke ujtur manushaqet e mia të bukura dhe të preferuara, por... e kam shumë të vështirë që të lëviz lirshëm. Por ajo që të nevojitet pit është pak kohë ushtrimesh si përkulje dhe shtrirje. Kam disa mënyra argëtuese për përkulje dhe shtrirjet në ushtrime. Piksi ena ujtse. Hej, janë fëmijë, ngriuni dhe më ndihmoni me ushtrimet e radhës. Unë jam një ujtse, a nuk e di, ku lullës uja ajo rritet si këndes. Këtu ti po e mban dhe uja kështu, dhe ko që ti s'përkat, sa lartë ose poshtë. Ku e lë kështu, uj vazhdon të spërkatet. Ndihe mirë, dhe lë kështu, që uj të spërkatet. Është një ushtrim shumë i mirë fizik, Gufi. Mendoj se këto ushtrime për fund shpinë dhe kocka do ta ndihmojnë shumë pitin, kështu ai mund të ujisë manushaqet e tij. E janë të gjithë vendoni bashkë me ne dhe bashkoni kohës së ushtrimeve. Sigurohuni që të keni vend në dhomat tuaja. Gati? Unë janë një ujtse, a nuk e di? Këtu ti po e mban dhe unë ja hedh kështu. Ndërkohë që ti e spërkat sa lart ose dhe poshtë. Kur e lë kështu, uji vazhdon të spërkatet. Dhe lë në këtë anë që uji të spërkat. Në rregull pra Pit, me që ti bërë ushtrime fizike dhe bas që ti mund t'i ujisësh lulet lehtësisht. Atëherë, e po mirë. Ajo përkulje dhe shtrirje më ka ndihmuar me të vërtet shumë. Dhe manushaqet e mia të preferuara duken shumë mirë gjithashtu. E po të ndihmua me anë të kohës së ushtrimeve, Pit. Faleminderit, shoku. Dhe faleminderit dhe juve gjithashtu. Ne ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua sot. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Faleminderit që na ndoqët.